shumë mes në besoj. Mirëmëngjesi. A jemi i gati? Veç e besoj ka shtyë është pak se të pëndojnë kamera. Edhe Mund të rinme nga të regu fillimisht ta prisni ndonjë ndryshim nga seancat e kaluara. Faleminderit, mirëmëngjesi. Paralajmërimi i djeshëm i kryeministrit detyrë që Kosova po kalon një proces vakumi institucional nuk qëndron. Sepse sigur në edhe në hapësirë edhe në politikë nuk ka vakum institucional, ka peshë specifike, ai që e zën, e merr. Dhe natyrisht me ndonjë shkurt është përcaktuar kjo peshë. Tani duhet të zbatohet, duhet të zihet, duhet të veprohet. Me vetë faktin që nuk kemi ende një marrëveshje politike për qeveri, nuk po besoj që mund të përballohet zgjedhja kryetares së kuvendit e nominuar prej vetëvendosjes, sepse kjo është proces i lidhur. Përkundër që kryeministri në detyrë po insiston me nda dhe po punon që nda mazimi zgjidh të çështje, është vlerësim i tij, është çështje e tyre, por nuk besoj që përballohet kjo situatë ndryshe nëse nuk arrit deri te një marrëveshje. Faleminderit shumë. por të prezente kur e përmendet të kryeministrin në detyrë, Kurti ndjer ka thënë disa fjalë edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, kundër të tjera thotë që rruga e re e LDK-s mbas se ka preferenca të reja. Cilat janë preferencat e LDK-s aktualisht? Normalisht këto e ka thënë në kontekstin e refuzimit që e keni bërë për ta kenë. Rruga e re për Kosovën ka qenë, nuk ka qenë as për zotin Kurti, as për vetëvendosjen. Ne platformën tonë qeverise e kemi hapë para qytetarëve dhe ata kanë vlerësu me këtë notë që e kemi morë. Kjo është pesha specifike në hapësirën politike që ka sot LDK-ja. Nuk ka preferenca të reja apo të vjetra, ka veprim politik për situatën në cilën ne jemi. Sa e përket raportit me ta, LDK ka përcaktuar. Ne jemi për një lloj bashkëpunimi, për çdo lloj bashkëpunimi institucional, por e kemi të përcaktuar në Kuvend Republike sot. Nuk kemi qëllim me ndërtu bashkëqeverisje sipas kërkesës dhe ofertës që vetëvendosja në këtë fazë ka paraqitur LDK-s, dhe duhet më morë me lehtësi politike. Nuk duhet më prit LDK më rreshtu për vota në Kuvend, sikur që është këtu, po ne jemi rreshtuar politikisht për me ndërtu dhe mbajt jetën politike dhe demokracinë këtë Republikë, dhe sot e nesër e gjithmonë do të jemi gardian kësaj demokracie. Por a ka parti politike që krizën brenda partive po mundohen ta shesin si krizë politike shtetërore, pasi Kurti deklaroi që ka parti të tilla, dhe nëse po për kënd ka pas fjalë. Kjo është me manipulu situatën. Definitivisht krizën politike në Republikë me përkthy në krizë grupore, individuale apo partijake nuk është e qëndrueshme. Edhe njerë për përsërit, sikur që edhe në hapësirë nuk ka vakum, po peshën dhe hapësirën e merr ai që ka peshën specifike në fakt, edhe në politikë njëjtë është, nuk ka vakum. Nuk mundet me leju më kriju vakum institucional, do të me vepru dhe me vepru sipas rezultatit në shkurtit, kur gjë tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit.